nga ana koreografike, zgjodhi qendrën për të treguar zhvillimin dhe Shqipërinë në zhvillim. Qendra është një element shumë i zgjedhur mirë nga, ju e dini, nga arkitektët italianë. Edhe kullat e aq shumë të kontestuara. E kontestuara për të treguar Shqipërinë shumë të ndryshme. Dhe kjo pjesë e formës është pjesa e saj që të gjitha vendet Po shikojmë pamjet se si kanë komentuar mediat ndërkombëtare samiti Bloombergu, CNN e tjerë. Dhe ky është element jo thjesht reklamimi për vendin, por është një lloj reklame për vetë Europën, në sensin që klubi politik në angazhimet politike mblidhet në një vend të tjetër. Pa absolutizuar rolin e Shqipërisë, dua të them diçka. Samiti i parë, ju e dini, është mbajtur në Moldavi. Moldavia është një vend shumë problematik krahasuar Shqipërisë. Shqipëria është vendi më i sigurt në Ballkan dhe këtë ne nuk mund ta mohojmë.